Mëngjesin e parë me valin, ma ka bo migjë, ku shkoj Adelina, qashtu do kësha. Kur e ke kuptu për herë të parë që nuk je thjesht këngëtare, por një revolucion? Ue. Unë ende nuk mendoj. Unë mendoj që ka qenë proces i cili ka pas me ndodhë, edhe unë kom pas fatin me qenë qaj njeriu që guxon me fol, edhe guxon me knu për atë punë, edhe guxon me paraqit, edhe po besoj që është dora e Zotit. A ka qenë ma e vështirë me qenë grua e fort showbiz, apo grua e lirë në shoqëri? Ma e vështirë është me qenë grua e lirë në shoqëri. A është Adelina që shohim në skenë gjithmonë e njëjtë me Adelinën që zgjohesh në mëngjes? Jo. Unë kur mëngjesin e parë me valin, ma ka bo migjë, ku shkoj Adelina, qashtu do kësha. Sa përqind Adelina është guxim e sa përqind është strategji? Që po ju tregoj, nëse guxoj me bo një farë përqindje, baj një 99% është strategji dhe disiplinë, e një 1% guxim. Po pa qatë guxim s'bon heq. Që e mbulon këtë 99%? E mbulon ma nej komplet. Po, se sa du shti bon strategji, kur stadon. A e ndjen që shumë vajza sot ecin në gjurmet e tua? Jam shumë e lumtë nëse po. Po nuk është se e kom një farë handikepi, unë e ka ko që nuk e përcjellë fort e fort showbizin edhe Po kështu kur bëni muhabet edhe flisni, a e ndjen se po ecin në gjurmët e Adelina Ismailit para shumë viteve? Pa mduket ka një herë, po, ka raste kur muj me thonë sa mirë që pas na bo diçka, e pas na shliru një shpirt në këtë botë. Bash. Mira, ke ndonjë këngë që do ta kishe cenzuru, po të dilte sot, apo je krenare për krejt këngë që i ke bo? E kisha cenzuru një, po falemderi Zotit nuk është shumë e popularizume, është fuckers. Edhe ajo lyp cenzur, po. Edhe sot kishte me qenë shumë e cenzuru, me garant plus 18, një Zotit dit. E ndëgjova ma herët një këngë, mu kujtu s'di cili ishte aj që e ngucken ideale, a di një vajzë në rrugë, thash, e moj Adelin sa sulmi shbo sot me një test. Po, ashtu paguën, ashtu flasin. Mirë, cila është gjaja ma e çmendun që dikush e ka bo për ty? Kom pa shumë djem me tatuja, ftyra jam, fotografia, ftyra jam, emri jam, nështë që to s'po më kujtohet për momentin që kisha. Do me thonë, ka fansa që t'kam bo ftyrë edhe emrin tatu? Njerës që si kom taku kur njët veç kur vishin me tatu. Sa bukur, a? Nuk disha as qysh mësila, as shka me thonë, as shka me bo, as. Kanë ardhë për fotografi, po na po vazhdojmë me intervistën. Çfarë ndjenje more? Me të bo tatu? Valja, të ka tatu? Jo. Edhe ndërmen nuk e ka. Oke, a ke pas ndonjë ndales, a ka pas ndonjëherë ndales për Adelina Ismaili? Po. Ka pas, qa? I kam unë ato të mijat, ato limitet deri ku mundesh me shkue, deri ku kalohen principet, normat, do me thonë nuk i kaloj. Kemi qenë pak ma, nëse guxoj them pak ma të edukum.